Alfa është akoma më shtrenjtë, kanë shku nga $200.000, ca. Tani ta shohim edhe interiorin, gati i së janë. Këto butonat e mdhej për fshirëset me buton borin këtu, voltazhin e baterisë e gjitha. Kilometrazhin e ka deri 100 milje, pas besoj se kjo i kap. Nuk ma merr me ja pa e vu turbo jo herë. Shumë pak ka këtë 20.000 milje. Po, për gjithë këtë makinë që është, hapësirë s'ka shumë. Edhe timoni shumë i vogël. Ato trejat Alfa të paktën ka i momo, edhe i vogël është, po më i mirë ky. Lexo hamër këtu. E që kjo hapësira këtu nuk e arrin dot me e kap sediljen e pasagjerit. Aq shumë hapësirë ka, sa as nuk arrin dot me e prek. Këto janë frenat e dorës. Këto janë me 4 marrëse. Kjo është aftermarket, hapet kastofoni. Gjithë ky vend boshtë. Po imagjino çka gallate është kjo në rrugë. Kanë vunja 2 cup holdera këtu. Këtë air vent këtu. Edhe te krau pasagjerit. Shive sa pak vend ka. Shumë e ngushtë është. Tash do e marrim për i xhiro.